Po përpiqem të prek pak disa fusha kryesore, duke filluar nga ekonomia. Jemi në një vit ende që në aspektin e ekonomisë është nga më të mirët, me të dhëna shumë pozitive dhe shumë inkurajuese, dhe parashikohet që të mbyllet me një rritje ekonomike 3.9%. Pra, pothuajse 4%, që është një rritje kuptim plot dhe mbase më e larta në të gjithë këtë pellg ku gjendemi ne në kontinentin tonë. Ndërkohë që bizneset e reja janë shtuar me afro 20% në 11 mujorin e vitit, sepse keni parasysh nuk I kemi dhënat e dhjetorit. Investimet e huaja vetëm në 3 mujorin e tretë kanë pasur një rritje mbi 10%. Dhe stoku I investimeve të huaja është domethënës dhe më I lartë me mbi 10% krahasimisht me vitin e mëparshëm. Paga mesatare në 3 muajt e tretë ka rezultuar 833 euro, që është një rritje domethënëse. Kemi për pak ditë edhe hyrjen në fuqi të ligjit për pagën minimale, që shkon në 500 euro dhe do të prek një numër të konsiderueshëm punonjësish, qoftë në sektorin privat, qoftë në sektorin shtetëror. Ashtu siç e kemi thënë, kontributet për këta punonjës për një periudhë 9 mujore do të paguhen nga punëdhënësit. Ndërkohë që duke filluar nga tetori I këtij viti është kryer dhe indeksimi I radhës I pensioneve, por ajo që është më e rëndësishme është që me hyrjen e vitit të ri nis edhe rritja e qëndrueshme e pensioneve përmes një mbështetje që do të shkojë duke u dyfishuar, trefishuar, katërfishuar, pesëfishuar vit pas viti, dhe kjo është e gjitha e parashikuar në planet financiare të qeverisë. Duke filluar nga janari, pensionet do të rriten siç e kam thënë dhe më parë dhe siç është shpjeguar gjëre gjatë edhe nga ministrat përkatës, përtej indeksimit. Pra, indeksimi nuk është rritje e pensionit në kuptimin për cilin flasim, por është një mekanizëm që lidhet me çmimet. Ndërkohë që rritja që ne do të bëjmë do të jetë domethënëse vit pas viti. Dhe kështu pensioni urban me vitet plota pune, duke filluar nga janari, do rritet me 18.000 lek të vjetra në muaj, gjë që do të dyfishohet në janarin 2027, trefishohet në janarin e 2028, katërfishohet në janarin 2029, dhe kështu me radhë. Kjo vlen për të gjitha shifrat që do t'jap. Pensioni urban I pjesëshëm do të rritet me 8.000 lek në muaj, pensioni rural do të rritet me 1.000 lek në muaj, pensioni familjar do të rritet me 700 lek në muaj, pensioni invaliditet do rritet me 600 lek në muaj dhe kështu me radhë. Në ndërkohë, kemi të dhëna shumë pozitive dhe në një fushë tjetër që ka të bëjë drejt për drejt me ekonomi, që është arsimi profesional, ku kemi arritur në afro 20% të arsimit të mesëm të lartë para universitar, duke shënuar një rezultat të ri pozitiv, por ajo që është e rëndësishme të theksohet është se punësueshmëria e nxënësve të arsimit profesional është shumë e lartë. Në vitin 2024, sepse 2025 del
Më pas, kemi pasur 63% përqindjen e të punësuarve nga nxënësit që kryejnë arsimin profesional. Buxheti për arsimin profesional është rritur ndjeshëm këtë vit dhe do të rritet edhe më shumë në vitin e ardhshëm. Për sa i përket politikave të strehimit social, ky vit ka pasur mbështetje për strehim social të rreth 4.000 familjeve dhe në ndërkohë jemi duke përgatitur atë që e kemi bërë me dije qysh në fushatën elektorale, reformën e strehimit social për të hapur një epokë krejt të re dhe për të arritur në mënyrë shumë të ndjeshme numrin e përfituesve, jo vetëm për strehimin social, por dhe për atë që quhet strehimi i përballueshëm në aspektin e çmimit. Në ndërkohë, për sa i përket borxhit, kemi vazhduar të kemi ulje të borxhit dhe faktikisht edhe këtë vit borxhi ulet, ndërkohë që vlerësimet e kreditit të Shqipërisë, qoftë nga Standard & Poor's, qoftë nga Moody's, janë pozitive dhe kanë rezultuar me rritje këtë vit, ku Shqipëria pas shumë vitesh në B+, ka kaluar në BB dhe në perspektivë qëndrueshme për Standard & Poor's, ndërkohë që Moody's rriti vlerësimin nga B1 në BA3. Ka pasur për shkak të rritjes së ekonomisë një rritje kuptimplot të ardhurave nga tatimet dhe doganat, pa rritur taksat. Kjo është shumë e rëndësishme, por vetëm mirë administrimi dhe rritja ekonomike kanë sjell 628 miliard lek në të ardhura të shtetit, ndërkohë që, siç e dini, janë miratuar disa politika të reja, qoftë për sa i përket paketës fiskale me marrëveshjen e paqes fiskale dhe me projektligjin e faljes detyrimeve të parambetura tatimore dhe doganore, qoftë për sa i përket skemës së re të kompensimit të TVSH-s me 10% për fermerët, bazuar në praktikat më të mira të Bashkimit Evropian. Është po ashtu gati skema e garancisë shtetërore për ndërmarrjet e vogla të mesme si dhe për bujqësinë, e cila ka filluar të japi efektet e para, ndërkohë që dua ta theksoj këtë, është e rëndësishme edhe sipas vlerësimit të Sigmës, që është institucioni apo organizmi që bën këto vlerësime për llogaritë Bashkimit Evropian, krahasuar me vendet tjera të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria konsiderohet me shkrim, jo me gojë, vend lider në funksionimin e administratës publike në rajon dhe në disa fusha specifike, siç është menaxhimi i financave publike, shërbimet publike dhe menaxhimi i burimeve njerëzore. Natyrisht kjo është totalisht në kundër tendencë me çfarë zihen 700 tenxheret politike dhe mediatike, por nuk besoj se Sigma është një organizëm që ka ndonjë lidhje me qeverinë e Shqipërisë apo me Partinë Socialiste të Shqipërisë. Kemi krijuar shoqërinë Alp 3, e cila është një risi në jetën e vendit, fal një bashkëpunimi me Emiratet e Bashkuara, duke siguruar që Shqipëria, e cila për një kohë shumë gjatë ka qenë e varur nga koncesione
të vjetra të prodhoi pullat fiskale këtu në vend,